është pak vështirë mu besu se si është e mundur prej një ta quaj qoftë jo ideologji vetëm, por programi komplet ndryshë qeverisës, komplet synimeve, prioriteteve tjera, objektiva, dhe të shkon pastaj komplet një kthes, edhe të shkon komplet me njëherë, pa kalu një tranzicion. Unë s'pakur mendoj që edhe këta deputet, por edhe zonja Osmani, ndoshta ka qenë mirë që një kohë t'jep vetës hapësirë që ta krijoj një qoftë subjekt politik, qoftë listë, sidos që ta quaj, dhe ta në një periudhë tranzicioni ta konsolidoj, t'jetë vjen me një ofertë re, edhe me kandidatë të saj, dhe thjesht që në brenda asaj kohë qytetarit bindet që nuk ka qenë veç për poste, po thjesht ka qenë që qoftë pa kënaqësi, qoftë ide ndryshe, qoftë një, si ta them, ka po ndashta të ardhme ndryshe dhe ajo me konsolidu një subjekt. Por, pa tjetër që gjdo kush është i lirë dhe praj, qytetari është ai që do të gjykoj a i beson apo jo, si me thonë, një ndryshimi kaq radikal brenda një kohë kaq shkurt. Për ndryshe, pa tjetër që njerëz kanë mundësi qoftë me pakënaqësi të ndryshme, qoftë me nëse ndryshojnë gjatë procesit edhe bindjet e tyre edhe të ndryshojnë edhe, si me thonë, jo vetëm subjekte politike, dhe është e mira që gjatë mandatit e vetëmja, është mirë që jo gjatë një mandati deri sa e ki fitu një mandat me një. Me tjeda, qka do të thotë për vetënusin shkuarja Osmanit si pjesë e listës e LDK-s dhe tani edhe kandidimi saj si presidente nëse në rast se e merë miratimin e nesër nga Lidra Demokratike Kosovës në Këshillin e tyre? Unë vetëm di keqardhje për zyrtarët e lartë të LDK-s dhe prononcimet e tyre këto ditë. Për shembull, keni dëgju njëri thotë nuk kem koalicion me PDK në Prishtinë, kryetari i Lidrës Demokratike, kryetari i Prishtinës thotë e fton zyrtarët lartë PDK-s në koalicion aty, në bashkëqeverisje ta them. Në anën tjetër ka ndalë një natën kur ne ishim në anktin më të lartë duke pritë që ata të vinë. Me gjitha mundësi, fillimisht kanë pas mundësi me mbështetë zonjën Osmani për presidente, pa e që vendin në zgjedhje, pa i shpenzu 10 milion euro. Cila ishte pengesa? Unë e pys qytetarin, e pys kryetarin e LDK-s dhe kryesin e tyre. Pse ata nuk erdhen me propozimin e zonjës Vjosa Osmani për presidente, televizja publikisht me ardhë, dhe ne e kemi këtë kandidate. E përderi sa ata, unë isha ndi keq, si kur tisha dikush që e mbështes Lidhjen Demokratike. Dhe as njëri emër nuk pas ka qenë i denjë nga ata, as sot të propozohet për president, po as nesër, sa ata qysh tash i kanë betonizu pozitat. Pra, ata nuk po lën hapësirë që nesër të jetë një president për sërish apolitik, figurë konsensuale. Kjo për shkak që e ka vetë se e kanë prezentuar. E kanë betonizu. E pse na me besu të ardhme që ajo figurë do tjetë prapë konsensuale, kur ajo tash po ngjyroset politikisht. Do me thonë, beso që veprimet e ngutshme të njerëzve që ne i kemi pas rast me pa, faktikisht edhe e kanë rri damin. Sikur nëse dikush tjetër gabon, s'pa ku t'i sillu konform pozitës që ki edhe asaj, si me thonë, gjithasaj karriere mos u ngut me bo gabime.